Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha prezantoi në kuvend projekt ligjin për të huajt. Hoxha nënvizoi se projekt ligji është në përmbushje të angazhimit për të garantuar të drejtat themelore të çdo individi që kërkon të jetojë, punojë dhe integrohet në vendin tonë. Kemi sjellë në këtë seancë një nisëm ligjore që ka marrë miratimin pas diskutimit të detajuar në Komisionin Parlamentar për një nisëm të rëndësishme që nuk është thjesht një ndërhyrje në ligjin ekzistues për të huajt, por një hap strategjik i ri i Shqipërisë me të drejtë për të sigurt dhe më të përgatitur për të përballuar sfidat e së ardhmes. Projekt ligji është në përmbushje të angazhimit të drejtë për drejtë të qeverisë shqiptare për të garantuar të drejtat themelore të çdo individi që kërkon të jetojë, punojë dhe integrohet në vendin tonë. Ai vjen si pjesë e zbatimit të strategjisë kombëtare për migracionin, që jep fund një epoke dhe qasjes fragmentare, i hap rrugë një menaxhimi të integruar efikas dhe human të migracionit dhe kufirit. Në këtë nisëm të propozuar po veçoj 3 shtylla kryesore: së pari garantimi të drejtave dhe mbrojtja sociale për migrantët, refugjatët dhe azilkërkuesit. Nisma u jep fund pasigurive ligjore që për vite të rënduar dhe për vite të radhë mbi shumë individ të cilët ka pasur dhe vonesa her pas here. Ajo mundson akses dhe programe integrimi, shërbime sociale dhe juridike, si dhe proces më të qartë për të drejtat e aplikimit. Së dyti, përmirësimi i procedurave dhe digitalizimi i tyre. Kemi thjeshtuar dhe shkurtuar afatet për aplikim, duke e bërë më të lehtë për punonjësit shumë të kualifikuar të huajt, që të kontribuojnë me aftësitë dhe përvojën e tyre në zhvillimin e vendit tonë. Deputeti Dashnor Sula nga ana tjetër renditi disa problematika që vijnë sipas tij me miratimin e këtij projekt ligji, ndërsa theksoi se truri i vendit po largohet. Për sa kohë përveç punëtorëve, fatkeqësisht nuk dua absolutisht të përdor terma bullizues, atyre që janë punëtorë të krahut, që shkojnë në ndërtim, apo në punët e tjera të vështira nëpër Europë, çfarë po na ndodh sot? Po ikin shtresa e mesme, po ikin specialistët, po ikin mendjet që janë në shkencat kompjuterike, në inxhinieri e në profesione të tjera. Çfarë tregon kjo? Tregon probleme të tjera. Çfarë do të sjellë kjo? Që do sjellë një zvoglim, do sjellë një varfëri këtu në Shqipëri të trurit. Dhe kjo do jetë në vitet e vazhdim një problematikë jashtëzakonisht të madhe. Tani, ky projekt ligj ka shumë problematika. 10 probleme syrin e një juristi. Syri i hodh një juristi mund ta verifikojë dhe t'i japi konkluzionet. Një pika parë. Si garantohet mbrojtja e punonjësve shtëpiak të një kategori të veçantë vulnerabël nga shfrytëzimi dhe punësimi të zezë duke pasur parasysh të atyre në punës në ambiente private. E kam fjalën për punëtorët e huaj të cilët vinë në Shqipëri, se mund të ndeshën dhe problematika të cilët me abuzime të saktuara. Mos e harrojmë të gjë. Shpesh rëndom, po i dim ku janë në vendet të relaksit në për Tiranë apo vende të tjera, të cilët shpesh herë policia ka arrestuar. Së pari, së dyti. A mund të çojë shfuqizimi kategorisë lejes unike si investitor në pasiguri ligjore dhe mungesë të trajtimit të veçantë për investitorët e huaj? Së treti, në çfarë mënyre parashikohet të menaxhohet ndikimi i liberalizimit të tregut të punës dhe heqjes së kuotave për të huajt në raport me punëtorët vendas dhe balancën e tregut të brendshëm? Sula tha se qeveria dhe opozita nuk kanë qenë në gjendje të krijojnë kushte që i motivojnë njerëzit e kryesisht të rinj të qëndrojnë në Shqipëri.